Të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, jemi në gjuman e dytë me radhë duke folë për unitetin. Është boshti i vlerave tona personale, familjare, kombëtare e fetare. Është boshti që na i ka sjellë sukseset më madhore që i kemi përjetu si ummet dhe si popull deri më tash. Dhe do t'jetë i vetmi që gjitha piksynimet e tona në të ardhmen kemi mi arrit vetëm përmes unitetit. E përçarja gjithmonë kur është përdor, na ka lëndu shpirtresht, na ka thy moralisht, na ka çrregullu si familje, si shoqëri, si këmbë dhe si fe. Andaj më lejani për t'i thënë edhe sot një 2-3 fjalë, gjithmonë me shkas, duke pa tregun, duke pa nevojën, duke i pa debatet, duke i pa mendimet e njerëzve, po dëshiroj që këto tema t'i rrohu me një përkushtim shumë të madh, që ta bindemi çdo njërin prej neve se bereqeti fshifet pas unitetit. E shkatrimi ynë, humbja jonë vjen si rezultat i përçarjes dhe thyrjes. Të dashurit e mi, uniteti është shtyllë e forcës së ummetit islam dhe themeli i çdo kombit të qëndrueshëm. Kur muslimanët janë të bashkuar, ata janë të fortë, të respektuar dhe me ndikim. Kur ndohen, humbin vlerën dhe humbin fuqin dhe humbin autoritetin. Ndarja është armiku i heshtun i çdo ummetit, i çdo popullit. Ajo që nuk e bën dhe nuk ka mund ta bën armiku me shpata dhe me artilleri ushtarake, e bën përçarja përmes fjalëve, thot Mustafa Mahmudi. Shumë herë s'na kanë rrëzu forcat e jashtme, por na kanë rrëzu fjalët e mbrendshme, mosbesimi dhe smira në mes nesh. Imam Gazaliu thot, nuk është i mençur ai që kërkon ta fitoj debatin, por ai që ruan zemrën e vëllohut të tij, ai është i mençur. Imam Shafiu thot, mendimet mund të ndryshojnë, por dashuria për vëllahun, për mikun, për kojshiun, nuk duhet të ndryshoj kurrë. Kur nuk duhet të ndryshoj. Me të drejtë na im frashëri thoshte, pa bashkim s'ka liri, pa dashuri nuk ka bashkim. Na dhe nëse dojmë bashkimin, du ta dojmë as pari njëri tjetrit. Kur e urrejmë njëri tjetrit, nuk ka mundësi tjetë bashkimi sa dhe që ta dojmë lirien. Populli ynë, kur u bashku, solli lirin. Populli ynë, kur i la anash të gjitha ndarjet që mund t'i kemi pasën para 26 viteve, kur i la përçarjet, e fitum lirin. Lirin e kemi fitu na vetë. Lirin e kemi fitu na me gjak. Lirin e ka fitu ushtria çlirimtare e Kosovës. Lirin e kanë fitu burrat dhe gratë që kanë sakrifiku me vite. Të tjerët na kanë ndihmu. Na e kemi na fituar lirin vetë. Sot nuk guxojmë ta humbasmi për shkak të përçarjeve tona individuale. Uniteti nuk ndërtohet mbi interes, por mbi sinqeritet dhe qëllim të pastër për hir të Zotit, për hir të interesave. Na duhemi me u qenë unik. Për këtë Hasan el-Basri, Allahu e mëshiroft, thëjke, njerëzit janë të bashkuar për dynjan, për ndajnë
ndohen në bindje për të vërtetën. Ai që bashkohet për hir të Allahut do të jetë nën mëshirën e Rabbul Alaminit. Thejke profeti, besimtari për besimtarin është si ndërtimi i një ndërtese. Një pjesë e përforcon pjesën tjetër. Tullat e forcojnë njëri tjetrin. Sikur tullat që e forcojnë njëra tjetrën, ashtu janë edhe zemrat e besimtarve në dashuri, në ndihmë dhe në mirëkuptim. Profeti thejke, mos e urrejni një tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, për bëhoni rob të Allahut Dhul Xhelal si vëllëzër. Imam Ghazali, Allahu mëshiroft, mos o mundoni ta fitoni debatin, por fitoni zemrat, sepse zemrat e bashkuara vlen më shumë se 1000 fitore të thota me fjalë. E fitum debatin. Ka be fitove, shka fitove? Na kemi nevoj mi fitu zemrat e njerëzve, mi unifiku këta. Ky është fitimi më i madh. Mos u lavdro që ke fitu me fjalë që i merr rera edhe në sabas ti ka marrë vesh kërkushit se çka ke thonë. Mustafa Mahmud thot, ndarjet ndërmjet muslimanëve janë plagë që gëzojnë armiqt dhe i trishtojnë engjujt. Ndarjet mes popullit janë plagë shumë e madhe janë që i gëzojnë armiqt e i trishtojnë engjujt, i trishtojnë ato. Ndarja dhe përçarja, atë dhej është i fort kur njerëzit e ti janë bashk. Zjarri shuhet me ujë, jo me zjarr. Përçarja shuhet me dashuri e me mirëkuptim, jo me të kundërtën. Allahu thejke në Kuranin famadh, në ajetin me numër 125 të kaptinës Ali Imran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Mos u bëni sikur ata që u përçan, pasi ju erë fitoria, pasi ju erë dhe mira, ata u përçan. Neve në ka ardhe mira, nuk meritojmë në përçarje. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Përsëri Allahu në kaptinën Ali Imran, në ajetin me numër 105, për thot, kapnu që të gjithë fort për litarin e të vërtetës, për atë që Allahu është i kënaqur, se ju do t'jeni triumfus. Dhe thejke Imam Ebu Hanifja, nëse shef dy njerëz që nuk flasin me njeri tjetrin, bëhu ti ura e pajtimit mes tyre, sepse Allahu Dhul Xhelal i don ata që i bashkojnë njerëzit. Ky popull i yni ka pas dashamirës që kur kanë dëgju që dy persona nuk janë mirë, me njëherë kanë shku për t'i përafru ata. Sot po kemi persona, kur po ndëgjojnë se dy persona janë keq, po shkojnë edhe po i hodhin zjarrit ende benzin. Dhe po shkojnë edhe po i trimnojnë edhe më shumë në përçarjen e tyre. Vallahi, ky nuk ka shpirt të shqiptarit dhe nuk ka shpirt të muslimanit. Imam Shafiu thejke, feja është ndërtu mbi bashkim, jo mbi ndarje. Kush e don fen, e run unitetin. Kush e don fen, e run unitetin. Ej musliman, ej fetar, jo me 101.000 fetfate ndryshme që vini, a e doni këtë feja apo jo? Nëse e doni, unifikone ummetin, mos e përçani, se ata që e përçajnë nuk e dojnë dinin e Zotit Gjallëshanuhu. Dhe Imam Neveviu thejke, në përçarje, hum drita e diturijës. Sepse mëshira Allahut zbret aty, ku njerëzit janë të bashkuar. Pse në për shtëpit e tona kemi pas bereqet të madh? A i dini arsyen? Se na kemi ngran me një sofër, me një tavolin, të gjithë zbashku kemi ngran. Bereqeti është aty ku është bashkësia.
Pse sot nuk jemi këtu pas me të gjitha të mirat, mirë po na mungon uniteti, kënaqësia, se njoni han 8, tjetri han 9, tjetri han 10, tjetri ha mas dite, tjetri ha mas 12 vetë natës, nuk po mujna më ullën edhe me pas një orare edhe të ushqimit që na unifikon neve. Dhe krejt në fond dashurit e mi, Haxhive Bidibra, Allahu e mëshiroft, në vitin 1923 të dashurit e mi, a i thejke me urtësi fetare dhe vizion kombëtar, arrita t'i bashkoj dietarët e fejve të ndryshme për ndërtimin e shtetit të ri shqiptar. Haxhive Bidibra, një hoxh i madh, me dashuri për atë dhe dhe për fe, ka arrit të gjithë dietarët ta unifikoj elitën intelektuale të fejve të ndryshme për me ndërtu shtetin e ri shqiptar. Neve njerëz të këtil në vdohën, dhe krejt në fund, uniteti fillon në, ku fillon? Në zemër mas pare. Si t'jemi të bashkum, në zemër, pastaj në familje, e pastaj në xhamat, e pastaj e përhapmi në shoqëri, në përgjithësi. Armiku është i fort, por më i fort është bashkimi ynë. Dituria është dritë, por kjo dritë shuhet pa dashuri dhe pa bashkim. Sa do që të kesh dituri, sa do që të kesh dituri, nëse nuk e ke në shpirt, në zemër, unifikimin, dashurin, askush nuk të ndëgjon. E kryen tjerë të obligimin, mirë por respekti mungon. Për kraja do të thotë mungon. Andaj eja një mas pari unitetin ta gjejmë dhe ta kryojmë në zemrat e tona, e kur ta kemi kryu në zemrat e tona, vallahi shumë shpejt kemi me kryu edhe në familjet e tona, e pastaj në shoqëri, në përgjithësi. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë.